Propozim buxheti për vitin 2026 është harxuar po ashtu në përputhje me kornizën ligjore në fuqi, strategjinë zhvillimore komunale dhe planifikimet afatmesme dhe po ashtu duke u bazuar në qartësinë buxhetore të Ministrisë së Financave 02 për 2026 ku janë të përcaktuar edhe kufi buxhetor për këtë vit fiskal. I gjithë buxheti i kryeqytetit është i dashur në 5 kategori ekonomike, sipas të cilave në vlera të rrugëllaksuara pyu njoftoi. Në kategorinë e paga dhe mëditjeve për vitin fiskal 2026 janë 48,3 milion euro për këtë kategori. Kategoria e madhe e shërbimeve ka vlerën prej 32 milion, shpenzimet e komunalive 3 milion e gjys, subvencionet dhe transferet 6,8 milion dhe investimet kapitale 6 milion e 800.000. Ky buxhet është i përcaktuar në versionet e transformimit të kryeqytetit, duke filluar nga projektet e mëdha, të cilat shumica prej tyre janë në implementim e sipër e disa prej tyre janë në përfundim. Letës theksohet se projektet më të mëdha të cilat do të vazhdohen ose do të mbërmbyllen në këtë vit fiskal është projekti i Gjergj Bushit, rruga A apo rruga Gjimxhema, projekti në kalimit Agim Ramadani, unaza mërshme, ishulli urban. Është jashtëzakonisht e papranueshme dhe tregon për papërgjegjësi të madhe mungesa e kryetarit të Prishtinës në këtë seancë. Duhet treguar për hir të opinionit se bashkë me Partinë Demokratike të Kosovës gjatë vitit kaluar, në mandatin e kaluar, shumë seanca të buxhetit i kemi dështuar pikërisht për shkak mungesës së kryetarit Rama. Kryetari Rama sot nuk është këtu, rrethonat nuk kanë ndryshuar, po ka ndryshuar Partia Demokratike e Kosovës. Pra, kjo rritje është produkt i rritjes së buxhetit shtetit në nivel qendror dhe merit e politikave fiskale të rishpërndarjes qeverisë të Republikës Kosovës, në asnjë mundësi, në asnjë variant merit e qeverisës lokale. Është alarmante që 3 projekte kryesore janë projekte me probleme ligjore dhe që janë objekt trajtimi nga organet e drejtësisë. Po flasim për sheshin Gjergj Bush, për lidhjen arbërisë me qendrën dhe për tunelin në rrugën Agim Ramadani. Prishtina nuk është vetëm sheshi Gjergj Bush, platformat urbane dhe ishujt urban. Prishtina është edhe Mareci, edhe Grashtica, edhe Hajvalia, Përnica, Mramori, zonat e Bullagut.